Përshëndetje. Çdo fund viti mira nxënës dhe student përballen me të njëjtën skenë. Stres, ankth, prova, orë pa gjumë dhe shpesh një ndjesi padrejtësie. Të gjithë njohim një nxënës që ka punuar me përkushtim për muaj të tërë dhe një tjetër që me një kopje të fshehur në mëngë apo me një celular që ka arritur ta fut brenda, arrin të marrë një notë lartë. Dhe këtu lind pyetja që po bëhet gjithmonë edhe më e zëshme në debatet arsimore dhe psikologjike. Pse duhen provimet e fund vitit, kur progresi dhe përpjekja janë vlerësuar për një vit të tërë? Këtu kemi të bëjmë me drejtësinë psikologjike dhe ndjenjen e pafuqisë. Psikologjikisht, njeriu ka një ndjenjë të brendshme për drejtësi. Kur dikush punon fort dhe sheh që përpjekja e tij nuk shpërblehet, ndërsa dikush tjetër që përdor një rrugë më të shkurtër, një më djallëzore të themi, del fitues, e këtu lind frustrimi, demotivimi dhe në raste më keqja braktisja e përpjekjes. Kjo quhet mësuarja e pafuqisë, një koncept i përpunuar nga Martin Seligman që përshkruan momentin kur dikush pavarësisht përpjekjes nuk sheh shpërblimin dhe vendos të mos përpiqet më. Provimi nuk mat mendjen, mat ankthin. Në psikologjinë motivacionale ekziston koncepti i drejtësisë shpërblyese që flet për faktin se shumë njerëz, veçanërisht ata me ankth të lartë ose forma të buta të neurodivergjencës, si ADHD dhe disleksia për shembull, mund të dështojnë në një provim dhe pse kanë një kuptim të thellë të materialit që kanë. Pra provimi nuk mat kapacitetin e tyre real, mat tolerancën ndaj stresit. Një provim përfundimtar është shpesh një faktor për disa lloj studentësh, ata që janë të zotët të përqendrohen plotësisht, që kanë memorie të mirë afatshkurtër, apo që janë të zotët në manipulim, mashtrim dhe improvizim. Një student i mirë nuk është gjithmonë një performues i mirë nën presion, por sistemet standarde nuk e njohin këtë tendencë. Çfarë nuk mat një provim? Provimi nuk mat kuriozitetin, nuk mat përpjekjen ditore, nuk mat reflektimin, nuk mat bashkëpunimin dhe me rëndësishmja nuk mat karakterin, atë që në jetë ka shumë më tepër pesh se sa fakti nëse mbaj mend vitin kur u shpik alfabeti cirilik për shembull. Ai mat një aftësi të kufizuar, sa mirë e ke mbajtur mend një informacion dhe sa shpejt di ta artikulosh në një presion. Studentët e përpikt që kanë ruajtur një ritëm të qëndrueshëm gjatë vitit, paralizohen nëse kanë një ditë të keqe, një episod ankthi, një gjendje fizike të dobët dhe një konflikt familjar. Provimi nuk ka mëshirë, ai nuk pyet si je sot, por vepron si një ekzekutor i heshtur, ose je gati, ose dështove. Studimet psikologjike kanë treguar se nxënësit dhe studentët që bazojnë vlerësimin mbi procesin, pra mësojnë për të kuptuar, ndërtojnë aftësi afatgjata. Ata që mësojnë për provimin, harrojnë gjithçka pas tij. Ky fenomen quhet efekti i harresës pas provimit. Ai ndodh sepse memorjet afatshkurtra nuk kalojnë në struktura të qëndrueshme të kujtesës nëse nuk përforcohen përmes reflektimit, praktikës dhe kuptimit. Dhe kjo sjell një tjetër pyetje. A duam të rrisim njerëz që kalojnë provimet apo njerëz që kuptojnë dhe dinë si të mendojnë? Një nga pasojat më të përhapura të provimet është ankthi performancës, një gjendje psikologjike që shfaqet me simptoma si rraje të zemrës, ndjesi të fikti, tharje goje, bllokim të mendimit dhe në raste më të rënda sulme paniku. Ky ankth
lë gjurmë të thella në vetbesim, krijon një lidhje negative me të nxënësi dhe shpesh e shndron shkollën në një vend frike dhe jo rritjeje. Në një studim që u bë në Amerikë para disa kohësh, 60% e studentëve dhe nxënësve thanë se provimet ishin burimi më i madh i stresit në jetën e tyre. Kjo është alarmante dhe s'mund të mbyllet me një është pjesë e jetës. Çmenduri është. Po ka alternativa? Sigurisht që ka. Dhe ato janë testuar me sukses në disa vende si Finlanda, Holanda ose Kanadaja. Dhe ja disa. Është vlerësimi i portofolit, që edhe këtu ka filluar, po nuk jepet kaq rëndësi. Nxënësi paraqet një përmbledhje të projekteve, detyrave dhe përparimit të tij gjatë vitit, e cila tregon më mirë kapacitetin dhe rritjen individuale. Tjetër është vlerësimi formatues gjatë gjithë vitit. Fokusimi jo vetëm në produktin final, por në procesin e të nxënit, në përpjekje, në progresin, në reflektimet personale, në pjesëmarrjen në diskutime, në seminare. Tjetër është prova praktike me bashkëpunim, stimulime reale, projekte në grup, ese të thelluara që nxisin mendimin kritik dhe bashkëpunimin. Tjetër është reflektimi i udhëhequr. Nxënësi shkruan rregullisht reflektime mbi atë që mëson, si e kupton, ku ka vështirësi dhe si e ka përcen. Ky është një tregues i fuqishëm i përvetësimit të dijes. Në themel të problemeve qëndron një instinkt kontrolli. Sistemi shkollor shpesh është ndërtuar mbi frikën se pa një test të madh në fund, nxënësit do të rrëshqasin, do të zvarget, do të harrojnë detyrën që u është dhënë gjithë vitin. Por ky është një model edukativ që ngjan më shumë me një kamp disipline se sa me një mjedis zhvillimi. Nëse një mësues nuk e njeh kapacitetin e nxënësit të tij pas një viti të tërë bashkëpunimi, mbase problemi nuk qëndron te nxënësi, por te mënyra e të mësuarit dhe vlerësuarit që kemi ndërtuar. A duhet hequr plotësisht kjo metodë? Jo domosdoshmërisht. Por duhet riformatuar. Një provim mund të jetë një pjesë e mozaiku të vlerësimit, jo e vetmja. Mund të jetë një reflektim personal, një projekt praktik, një bashkëpunim oral, duke biseduar, ose një punim i integruar. Vetëm kështu e ka kuptimin. Kur bëhet një mjet për të kuptuar më thellë nxënësi, jo për të ndëshkuar apo klasifikuar si i mirë apo si i dobët, edhe për t'i vënë një notë të thatë aty. Sepse jeta është realitet. Nuk është një provim 60 minutësh. Jeta reale nuk funksionon me provime të njëhershme. As një mjek, as një inxhinier, as një psikolog, as një artist nuk matet me një test të një orësh. Ata gjykohen nga procesi, përkushtimi, kreativiteti dhe mënyra si përballen me sfidat të përditshme. Arsimi duhet të reflektoj këtë realitet. Dhe nëse duam të rrisim breza të ndershëm, punëtor me të vërtet, atëherë le të mos i shpërblejmë kopjuesit, por ata që nuk dorëzohen çdo ditë dhe nuk kanë provim tjetër për të dhënë, se ata e kanë dhënë një vit të tërë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Dikush edhe mund të më kritikojë ose edhe mund të më shaj, ti si ekspert i arsimit, po s'ka rëndësi kjo, unë fola si psikolog. Unë ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe ajo që do të lutesha, mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshim.